gati, do me thënë fillojmë. Përshëndetje miq të Business Magazine, jemi rikthyer sërish live, këtë herë me një tjetër intervistë. Kam kënaqësinë të kem zotin Shkëlqim Karaj pranë meje, i cili është bashkëthemelues dhe drejtor ekzekutiv i Det Energy. Mirë se erdhat. Faleminderit për ftesën. Mund të na shpjegoni dhe të na thoni disa detaje më shumë se çfarë është Det Energy, cili është misioni dhe vizioni juaj për Shqipërinë, prej sa vitesh është kompania në Shqipëri dhe në çfarë fushë kryesisht operon? Po, faleminderit për ftesën dhe njëherë, ishte kënaqësi që të marrësh pjesë në këtë panajir. Jemi për vitin e 4-5 të radhës që marrim pjesë. Ajo që do të ndërzoja është kompania Deutsche Energie Technologie, është një kompani e themeluar nga 2 studenta të Universitetit të Stuttgartit, të cilët më vonë janë dhe 2 miq të mirë, të cilët më vonë në vitin 2015 kanë ndërtuar këtë kompani, e cila sjell në tregun shqiptar teknologjinë më të mirë të certifikuar në Komunitetin Evropian. Tashmë prej më se 10 viteve ne operojmë në tregun shqiptar në fusha të ndryshme, që nga instalimet familjare deri tek ato industriale dhe deri tek parqet fotovoltaike. Është një kompani e cila ka patur rritjet e veta, sidomos në 5 vjeçarin e fundit, mbas pandemisë, ka qenë një periudhë e cila gjithë Shqipëria dhe gjithë bota ka patur problemin e vet. Por tashmë jemi në fokusin për t'i dhënë tregut shqiptar teknologjitë më të avancuara që ne kemi mundësinë për t'i parë në tregun botror. Aktualisht Deutsche Energie Technologie operon në 2 vende, në Stuttgart dhe në Tiranë, në Shqipëri. Dhe në Shqipëri ne kemi mundësinë t'i ofrojmë të gjithë njerëzve që kanë një përqasje nga dielli energji fotovoltaike. Që do të thotë që nga apartamentet dhe deri tek magazinat e mëdha. Në apartamentet ne kemi gjetur zgjidhjen, çdo apartament që ka një balkon të vetin mund të prodhojë energji fotovoltaike për shtëpinë e vet, duke ulur kostot dhe duke siguruar gjithashtu edhe një backup, sepse sistemet tona janë gjithashtu dhe të furnizuara me bateri, duke siguruar një backup për sistemet e tyre. Duke patur parasysh që sistemi elektroenergjetik në Shqipëri ka dhe ato problemet e veta të mbi ngarkesës apo të shkëputjeve energjetike që ndodhin her pas here. Risia që ne kemi sjell është një sistem fotovoltaik i cili është i lidhur me shtëpinë aktuale, por gjithashtu është i lidhur edhe me një bateri e cila furnizohet me anë të diellit dhe mund të përdoret gjatë orëve të mbrëmjes apo gjatë orëve kur energjia elektrike nga OSHE-ja nuk mundësohet. Është një risi e cila unë me partnerin tim jemi shumë të lumtur që kemi sjell tashmë për 6 muajsh në Shqipëri. E kemi testuar në disa nga klientët tanë dhe... Po, do të flas pak për këtë, është shpërndara e kanë përqafuar shqiptarët, sepse ndoshta ndërgjegja për këtë eficiencën e energjisë është rritur pak më shumë vitet e fundit dhe ndoshta tek brezat pak më të rinj që janë pak më të informuar. Ajo që ne kemi vënë re që sot, sidomos edhe nga informacionet që na vijnë nga mediat sociale që ne operojmë apo dhe nga të interesuar që na vijnë nga zyra jonë, mosha e cila e përqafon këtë teknologji nuk janë vetëm të rinj, por janë madje ka dhe 70 vjeçare që janë në pension që shikojnë në Facebook dhe më marrin telefon dhe më pyesin çfarë është kjo. Dhe kjo është interesante sepse njerëzit nuk duhet të shkëputin informacionin moshor. Por klientët tanë më së shumti kanë qenë biznese që kanë dashur të reduktojnë energjitë, faturat e tyre energjetike, ndërsa tashmë po shikojmë një trend të klientëve të cilët kërkojnë të kenë një pavarësi edhe nga këto problematika që sapo folëm të lidhjes me rrjetin apo të problemeve që ka shkëputja e energjisë elektrike në periudhën e dimrit për shembull, që është më evidente kur ka ngarkesë të rrjetit. Dhe në qëse flasim për pak matematik, do me thonë, sa mund të ndihmoj një biznes në qëse ka këto panelet fotovoltaike shkon drejt kësaj zgjidhjes energjisë eficiente? Sa mund kursej në faturën e tij, nëse flasim në përqindje? Shumë pyetje me vend. Për shembull, ne mund të flasim edhe me shifra konkrete, për sistemi më i vogël që ne operojmë prodhon nga 70 deri në 120 euro në muaj.
që është për gama më e madhe e familjeve shqiptare, për një familje shqiptare, ndërsa për bizneset ne operojmë krejt ndryshe, sepse për bizneseve ne u ofrojmë në bazë të konsumit që aty kanë, ne ju projektojmë një sistem që të mbulojnë të personalizuar, që të mbulojnë të gjithë kërkesën e tyre dhe duke kursyer të gjithë kostën ta bëjnë koston zero të energjisë elektrike. Sigurisht duhet të kenë dhe ato sipërfaqet e tyre në për ambientet kur ushtrojnë biznesin e tyre, kurse për familjarët, shumicat e familjarëve kemi vënë re që e kanë këtë sipërfaqe. Domethënë një sipërfaqe prej 50 deri në 70 metra katror është më se e mjaftueshme për të ndërtuar një sistem që shtëpia apo vila apo shtëpia juaj të jetë e mbuluar me energji fotovoltaike, duke eliminuar kosto shumë të rëndësishme siç janë nga 70 deri në 120 euro në muaj. Fantastike dhe për Shqipërinë që është një nga vendet më diellore në botë me mos gaboj 320 ditë të vitit me diell. Kjo është një zgjidhje shumë e cila kursen, domethënë ndihmon dhe ekonominë, por ndihmojmë dhe mjedisin. Dhe nëse flasim për këtë të fundit, si e shihni ju, domethënë perspektivën edhe të Shqipërisë e cila po shkon gjithnjë më shumë green, edhe për shkak të direktivave që po vinë nga BE-ja edhe çështjet e integrimit evropian, por edhe për ju si kompani, çfarë shpresoni dhe synoni që të cilë ardhmja për ju vitet në vijim? Po, shumë shiko, Shqipëria është fat që është në të vërtet green edhe për vetë investimeve që janë bërë në 5 apo në 20 në 5 dekadat e fundit. Kjo nuk do të thotë që ne nuk do të vazhdojmë. Diversifikimi jo vetëm fotovoltaik, por edhe diversifikimi i burimeve të tjera të energjive të rinovueshme duhet të jetë për mendimin tim një temë aktuale. Nuk është arritur akoma potenciali i përdorimit të energjive fotovoltaike është shumë herë më i madh. Dhe unë shpresoj që me numrin e madh të kompanive që operojnë në treg, ky potencial do të rritet, edhe ndërgjegjësimi i njerëzve për të ulur kostot e tyre energjetike duhet të rritet, sepse është një diçka që ti mund ta prodhosh, sikur se thatë ju 320 ditë në vit mund ta prodhosh vetë nga dielli. Fiton një lloj pavarësie edhe nga krijon një ekonomi të shtuar, sepse këto para kur i mbledh pastaj në fund, domethënë një familje e thjeshtë, sikur se thash, nëse i mbledh për 12 muaj ke 1200 euro në fund të vitit, e cila është një kursim shumë i mirë për çdo familje shqiptare. Kështu që mendoj pa çka gjithë direktivave që ne marrim nga Komisioni Evropian apo dhe nga Ministria e Energjetikës që i ka tashmë në fokus energjitë e rinovueshme, diversifikimi është shumë i rëndësishëm, sepse nuk mund të themi vetëm panele fotovoltaike, duhet parë edhe nga produktet e tjera të energjive të rinovueshme si burimet e erës, apo burimet geotermale, apo dhe burimet offshore e kështu me radhë. Sidomos në një produkt që do jetë shumë i rëndësishëm në të ardhmen për Shqipërinë do të jetë storage ose battery storage në industri, sepse të gjithë këto burime energjetike që neve kemi tashmë, njëkohësisht krijojnë shumë disbalanca. Këto janë terma teknik që shumë nga kolegët tanë i njohin, por këto disbalanca do të lindin arsyetimet sepse duhen bërë dhe investimet të tjera në fushën e ruajtjes së energjisë fotovoltaike apo të burimeve të tjera. Dhe këtu kemi filluar ne pikërisht duke bërë këto mikrosistemet e vogla, të cilat mundësojnë uljen e këtyre disbalancave në OSHE ose në rrjetin e OSHE-s, sepse çdo gjë që prodhohet akumulohet në baterinë e shtëpisë tënde dhe ti e përdor gjatë natës dhe mund të marrësh shumë pak për të përvetësuar nga OSHE-ja. Dhe kjo e ndihmon shumë atë rrjetin e OSHE-s për të qenë stabil, që të furnizojë vetëm energji fotovoltaike, energji elektrike për ato industri apo komunitete që kanë nevojë ose që nuk kanë mundësi për ta prodhuar vetë. Kështu që mendoj që padyshim tregu i energjive të rinovueshme në Shqipëri ka rritur me 3-4 herë se sa ne kemi filluar në 2015 kur ishte thjesht një nocion. Në 2017 ne filluam pastaj me anën e ligjit që të operojmë. Dhe ky do vazhdojë të ketë një rritje dhe sigurisht do ketë dhe nevojë për mirëmbajtje, do ketë nevojë për rikonfigurime të sistemeve kështu me radhë. Kështu që ky do jetë një sistem i cili edhe me AI nuk është do ngelen njerëzit pa punë apo njerëzit të cilët operojnë në këtë lloj biznesi nuk do ngelen. Një lajm i mirë për ata që po, ata që kanë profesion këtë lloj sistemi, instalimet e këtyre sistemeve mirëmbajtjen e kështu me radhë, nuk do të jenë të mundur të zëvendësohen nga AI apo nga robot të mundshëm, sepse aty çdo sistem është ndërtuar në mënyrë specifike për shtëpinë apo për biznesin e secilit prej nesh.
dhe nuk është, si të thuash, një gotë apo një diçka në seri. Kështu që kjo na mundson për të qenë edhe më komod në profesionin që kemi zgjedhur për të bërë, ka vazhdimsi për të ardhmen dhe do të ketë gjithmonë një inovacione do jenë gjithashtu pjesë e këtij komuniteti. Për shembull në çdo vit në panajirët e mëdha botërore ne marrim në një pjesë të atyre panajireve dhe e sjellim në Shqipëri. Shqiptarizoni pak? E shqiptarizojmë duke përshtatur, duke thënë që shiko, nuk do të thotë se çdo gjë që bëhet ose funksionon në botë duhet të funksionojë edhe në tregun tonë, por ne mundohemi duke patur edhe eksperiencën tonë dhe duke patur kërkesat që ka tregu dhe klientët për të sjellë gjithmonë një teknologji të re. Dhe vitin tjetër do të sillim një teknologji shumë avangard. Mund të themi një detaj apo jemi edhe Mund të themi, sepse duke parë këtë bumin e këtyre karikusave të makinave elektrike, që është një bum shumë i madh, në botë tashmë po përdoret një bidirectional charging, që do të thotë baterinë tënde të makinës, jo vetëm ta karikosh nga rrjeti, por bateria jote mund të përdoret edhe si burim për shtëpinë tënde, kur ti nuk e përdor. Shumë inovatore. Është shumë inovatore, është në testimet e para në Gjermani dhe në Norvegji, dhe mbasi ti kemi bërë ata gabimet e para, ne do kuptojmë se si do funksionojë, por është shumë inovatore, sepse është një resurs që ti e ke blerë ke makina, po themi, një bateri, dhe që ti e përdor vetëm për një qëllim. Dhe në rastin konkret, me këtë bidirectional charging, kjo do jetë e mundur që kjo bateria të jetë e përdorshme edhe për shtëpinë, dhe gjatë ditës ti mund ta rikarikosh përsëri dhe natën mund ta përdorësh për të përdorur utilitetet e tua shtëpiake. Do jetë shumë interesante, në vitin tjetër do ta kemi edhe prezent në panajirin e ardhshëm. Shpresojmë dhe urojmë shumë edhe që ta shohim. Nëse flasim për një investim fotovoltaik, ndoshta për një biznes ose për një familje, ky është një investim sa zgjat, sa herë në kohë duhet të investojë për shembull një familje, apo është një rrjet që zgjat përjetësisht në kuptimin 20 vjet, 50 vjet. Po, ky është një investim shumë interesant sepse të gjitha kompanitë që operojnë në tregun shqiptar kanë ato garancitë e produkteve të tyre, të cilat operojnë bazë garancive të produkteve. Garancitë e produkteve në fotovoltaike minimale fillojnë nga 15 vjet dhe shkojnë deri në 30 vjet, në varësi të produkteve që kanë, të invertrave nga 5 në 10 e kështu me radhë, por çdo gjë është specifike dhe sipas mënyrës se si instalohet. Kuptoj. Por ajo që është më e rëndësishme, nuk do të thotë, sepse shumica njerëzve keq kuptojnë diçka, që kur një sistem është me një periudhë kaq të gjatë kohore, nuk do të thotë që e vendose dhe nuk do ta shikosh më me sy, por do të thotë që duhet të kesh një mirëmbajtje. Është një lloj sikurse mirëmbajmë makinat tona, që ndrojmë vaj filtra, është e njëjta situatë dhe me sistemet fotovoltaike, që kërkojnë një mirëmbajtje periodike, për të rritur gjatësinë e tyre dhe për të qenë sa më eficiente gjithashtu. Prandaj edhe ta preka pak më parë që tash nuk mund ta bëjnë zëvendësojnë AI dhe çdo gjë, sepse mund të jenë ndryshme defektet, por mund të jenë ndryshme edhe në çështje kohore dhe në çështjet klimaterike, në çështjet se ku ndodhet një sistem, mund të prishet ose mund ka kërkuar dora njerëzore aty të marrë vendimi final. Duhet të truri njeriu për ta vlerësuar se çfarë duhet të bërë. Por sistemet janë shumë robuste, janë shumë të mira dhe ajo që tashmë duke qenë se edhe teknologjia është pjekur shumë, është bërë që kthimi i investimit, sidomos për bizneset, të jetë shumë i shkurtër. Domethënë ka biznese në një afat prej 2 vjet mund të kthejnë investimin e tyre, sepse edhe energjinë elektrike kanë më të lartë, domethënë kanë energji elektrike më të lartë, ndërsa familjarët që kanë energjinë elektrike pak më të ulët, kthimi i investimit mund të zgjasë nga 4 deri në 5 vjet. Por gjithsesi për sisteme që operojnë 25 vjet, edhe ky është një investim i mirë, madje shumë lukrativ, do të thosha unë, pasi në këto momente edhe në bankat e niveleve të ndryshme në Shqipëri japin mundësi grante deri në 20%, japin edhe kredi të buta për këto lloj sistemesh, kështu që unë i sugjeroj çdo familjari që nuk e ka vendosur tashmë një sistem të tillë, ta mendoj, sepse në një periudhë afat gjatë ai kursen një produkt shumë të rëndësishëm, sikurse është fatura energjetike çdo ditë, çdo muaj, por njëkohësisht është edhe i pavarur nga këto problematikat që ndodhin si rezultati mbi ngarkesave të rrjetit apo kushteve klimaterike, sepse kur ndodhin kushte klimaterike nuk është vetëm mbi ngarkesa e rrjetit, por janë edhe kushte të cilat të detyrojnë aspektin fizik që të prishë sistemeve. Kështu që janë bërë lukrative, nuk janë më si në kohë kur kam qenë student që duheshin 20 vite për të kthyer investimin, sepse ishin prototipe
shumicat e këtyre sistemeve. Tashmë tregu ka njohur prodhimin në seri dhe është saturuar me çmimin minimal të daljes së produktit, gjë që mundson vendosjen e këtyre produkteve në të gjithë familjet tashmë, si ato që janë më pak të wealthy, më pak të pasura dhe me të ardhura, sepse ajo shpenzimi prej 50 apo për 100.000 lekësh të vjetra një lloj e bëjnë, nuk është se bëjnë vetëm ata të pasurit apo vetëm ata të mesme. Mendoj që është një produkt shumë interesant, çdo gusht duhet ta shikojë për ta kursyer atë që tashmë harxhon. Faleminderit, ju urojmë shumë sukses. Ju falenderoj dhe juve, punë të mbarë dhe ju. Faleminderit. Ishte Business Magazine, mbaruam këtu me zotin Karaj dhe do të rikthehemi së shpejti me një intervistë tjetër, mos u largoni dhe na ndiqni.